kafe e ftohtë me krip keni provuar ndonjëherë dhe në vend të sheqerit si ëmbëlsues do përdorim mjaltin dhe kanellën. Përpara se të bëjmë kafen tonë në filxhan, hedhim një lugë mjalt, mjafton ta dini sa të ëmbël e doni ju kafen. Mbi mjaltin do hedhim pak kanellë, nga kjo pluhur, dhe mbi kanellën do hedhim pak krip, po pak. Kripa do uli shijen e hidhur të kafes dhe do nxisi shijen e mjaltit dhe kanellës. Tani jemi gati për të bërë kafen ekspres. Përzijem që të shkryjë mirë mjalti dhe bashkohet dhe kanella, pasi mjalti nuk mund ta hedhim te kafja e ftohtë, pasi bëhet topa nuk shkryhet mirë. Na duhet një gotë me akull, tani është gati për të shtuar qumësht sipas dëshirës. Unë përdor qumësht pa laktozë, qumështin e tërshërës, pak kanellë sipër, dhe është gati.